Fenomeni Shkodran Luiz Eli bashkë me bashkëshorten e tij bukuroshe Kiara Tito janë rikthyer sërish në qendër të vëmendjes, por këtë herë për një video që moderatorja ka postuar në profilin e saj Instagram. Në pamje, Kiara shihet teksa shijon një pjatë makarona bolognese me një orë të bukur në dorë e veshur me shumë klas, ndërsa reklamon produktin me shumë stil dhe finesë sikurse ka bërë gjithmonë. Videoja u prit me shumë pëlqime dhe komente pozitive nga ndjekësit e saj, por ajo që mori vëmendjen më të madhe ishte padyshim komenti i Luizit që sipërherë ka goditur fort dhe ka bërë që në rrjet të shpërthejnë të qeshurat. Shkodrani i zemrës nuk ka hezituar të reagojë publikisht pasi ka parë videon e bashkëshortes së tij dhe duhet thënë se humori i tij vazhdon të pëlqejet jashtëzakonisht nga shqiptarët. Komenti i fenomenit Shkodran ka marrë pafund reagime dhe pëlqime. Ja se çfarë i ka vënë në dukje ai Kiarës, dëmëtëherë, si fillim duhet me të porosit një pene bolognese, një gotë verë të bardhë para se të pyesin se sa është ora. Ky koment i menjëhershëm dhe plot ngacmin dashurie bëri që ndjekësit të shpërthenin në të qeshura. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar duke vërshuar me qindra mesazhe për Luizin ku shprehen se asnjëherë nuk i zhgënjen me ngacmimet që i bën moderatores publikisht dhe se është shumë unik në gjithçka që shkruan. Me këtë reagim, ai ka bërë të gjithë ndjekësit të qeshin dhe t'i përgëzojnë për marrëdhënien e tyre të ëmbël dhe plot batuta. Çifti duket se vazhdon të mbajë një lidhje të fortë dhe me shumë humor, duke ndarë me ndjekësit edhe momentet e vogla që i bëjnë të veçantë. Por sipërherë fenomeni Shkodran ka arritur t'i rrëmbej sërish vëmendjen me komentin e tij ikonik që godet dhe shkakton jashtëzakonisht shumë të qeshura tek njerëzit që i ndjekin me shumë dashuri dhe buzëqeshje. Me siguri edhe moderatorja bukuroshe ka qeshur me komentin e tij. Ajo ende nuk ka komentuar mbrapsht, por reagimin e saj ja ka lënë të kuptuar Shkodranit që ja ka marrë zemrën. Na mbetet të presim nëse ajo do të bëjë ndonjë reagim publikisht.